Maketa e maleve, demo, 36 bashki me 304 zona prioritare mbi 600 shprehje interesi në Tiranë. Ua, Franci, të shumë mirë e lexove, po tani unë deri në 2 shifra, Franci, i bëj llogarit shumë mirë. Po ky që nga gjithë ky ekuacion. Po prandaj e lexova, shumë bukur. Po nëse jona, a tham ne në pjesë të parë që dhe Tirana mund të bësh turizëm dhe në Tiranë, mbase ndonjëri ande nga ekrani edhe i rrudhi çik buzët, po ja, urdhro tani, 600 të interesuar vetëm në Tiranë, fol po desha. Imagjino, Franci, sa më në periferi të shkosh, aq më e virgjër është natyra. Po, ja, sot për shembull do të shkojmë në Vithkuq. Ua, sa bukur. E di që nuk kam qenë ndonjëherë atje. Kam dëgjuar që është një rezervuar, Franci, edhe duket shumë bukur se është dhe një pemë atje, se e kam parë kështu në Instagram. Është shumë bukur, Jona, por fatkeqësisht nuk do të shkojmë për turizëm sot. Oh? Për çfarë do shkojmë, Franci? Çka ka ndodhur? Po ja, do shkojmë që t'i tregojmë kryeministrit, t'i tregojmë Edi Ramës se sa i pa shpirt është treguar pushteti me këtë ndarjen që ka bërë me i Albanian për hallet e njerëzve. Tani, kjo që thua ti është shumë e trishtuar. Çka ka ndodhur, më trego pak? Po, ka ndodhur kjo që na kanë ardhur shumë ankesa. Po? Në fundit ky emision që pret ankesat tuaja është, apo jo, ne për ankesa jemi këtu. Po, ata merr të mendja ty o Jona që ka ardhur të ankohet vetë pushteti këtu të gjatat? Jo, e pa imagjinueshme, Franci. Edi Rama? Jo tamam Edi Rama. Po kush? Por ka ardhur kryetari i fshatit. Ndiqe pak. Një telefonat në redaksin ton kam rritur nga kryeplaku i fshatit Vithkuq këtu në Korç, nga zoti Sotiraq Shore, dhe ja i kërkoj me ngulm që ne të vini me mikrofonin dhe me kameran ton në këtë fshat. Është një familje shumë e varfër, janë 2 persona, janë të 2 të pahaftë. Do ta shikoni edhe vetë gjendjen që është në këtë shtëpi. Me sa di, familja nuk ndodhet shumë larg që këtu. Shkojmë tek shtëpia. Po, shkojmë, shikojmë më mirë që atje. Ju jeni kryeplaku i fshatit dhe mund ta quajmë pa frikë pozicionin tuaj si një pozicion, si një autoritet, apo jo? Kryeplaku vetëm fjalën ka, nuk e... Nuk ka rëndësi, gjithsesi e përfaqësuesi i autoriteteve. Po, patjetër. Personalisht, çfarë ke bërë për këtë familje dhe më pastaj arrim dhe çfarë korrespondencë ke ndjekur? I kam dërguar shkresë dhe bashkisë edhe prefekturës. Më ka kthyer përgjigje bashkia, po përgjigje e ktheu që nga zyra se nuk erdhën ta verifikonin. E kthevi kështu që jo, këta janë me probleme dhe nuk ka dashur të ndërtohet shtëpia, janë me ndihma, janë trajtuar me ndihma. Po janë të paaftë mendërisht ndërkohë për që mpalë në këtë proces, apo jo? Patjetër. Juve ju keni bërë qartë që ata nuk janë të aftë mendërisht për që mpalë në gjithë... Dhe në shkresë më ka dërguar që zonja është me probleme mendore dhe nuk... Pra duhen disa institucione këtu për ta bërë të mundur. Po, këta është e mira që të jenë në një qendër sociale, në një ashtu, se këta janë të paftë. Këta për të mbajtur shtëpi prapë nuk e mbajnë dot, është e vështirë. Erdhën e nxorën pa banueshme këtë shtëpi. Çfarë muaj, çfarë viti? 2025, në shtator, tetor, pse mbaj mend, fiks, po që folëm që ti bëhet kjo ndërtesa, të kalonin dimrin të paktën. Që ka kaq e vështirë për bashkinë ose për shtetin, që të bëhet një ndërtesë e vogël, një dhomë me një banjë, se këta s'ka as banjë. Para një viti a 2, i ra zjarri, mu mblodhën të tërë e shojtën. Kur ra zjarri? Brenda. Ja, uri zjarrin brenda në shtëpi. Mori zjarr, po ndodhen njerëz dhe ishte ditë. Nëse që e natë, do që djegur kjo, do që djegur shtëpia tjetër, kjo lart. Se e ndezin zjarrin brenda? Po brenda. Brenda. Mirë e ke, domethënë vjen pushteti dhe ankohet këtu tek xhadat për hallet e qytetarëve. Domethënë, nuk besoj se kjo ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur, edhe Jona, unë personalisht dua të shpreh vlerësimin tim për kryetarin e fshatit, i cili është totalisht i përqendruar për të qenë afër njerëzve, afër popullit të tij, afër vendit që ai drejton, pikërisht për t'i ndihmuar njerëzit edhe për t'i zgjidhur hallet e tyre. Po, pikërisht. Dhe të gjitha strukturat, domethënë, janë, si të thuash, në funksion të ushtrimit të fasadës së tyre edhe të rrogave.
Tani, rasti i sotëm është një familje, nën edhe birë, të cilët kanë probleme të rënda të shëndetit mendor. Dhe ata nuk e kuptojnë pasojën e të jetuarit në një shtëpi të pabanueshme. Kjo do të thotë që ata jetojnë për ditë me vdekjen mbi kokë edhe nuk e dinë se kur do të prishet çatia. Ama, kryetari i fshatit, i cili është banor në fshat, e di këtë gjë dhe është përpjekur që në radhë të parë t'i shpëtoj jetën dhe në radhë të dytë t'ja bëj jetën sa më të lehtë. E ndjekim. Ilo, kjo është banesa jo? Kjo, Këtu jetoni? këtu. Tu hani? Po këtu, në butikë, anë këtu, pa të në një. Të kjo dhoma, banon zonja, në fakt, zonja e shtëpisë. Kjo, këtu banon zonja. Pra kjo ishte edhe banesa e familjes Riska këtu në Vithkuq të Korçës. I bëjmë thirrje emergjente autoriteteve të ndërhyjnë, sepse është e sigurt se nëse këta njerëz nuk vdesin ndonjëherë nga kushtet e këqija apo nga i ftohti, është e sigurt që shumë shpejt, Zotin falt, jeta e këtyre njerëzve do të jetë në rrezik nga shëmbja e kësaj banese. Ju lutem, reagoni sa më shpejt. Gjendja është shumë emergjente. Ama ne i bëjmë thirrje shoqatave, organizatave jo qeveritare, Që të bëjnë nga këto pakot kështu të ndihmave, Franci, me veshje me këto gjërat, ë? aman të lutem vetëm atë të mos bëjmë. Se na është hapur barku kur shikojmë këto emisionet që shkojnë këta me ndihma, me qese, me rroba, me ushqime, me vaj, me orize, me Pikërisht. usull. Pikërisht, ky nuk është standardi i ndihmës. Kjo është e vërtet, Franci, ky është një rast tjetër që do të thotë ata kanë nevojë për ndihmë konkrete, që do të thotë duan një shtëpi të jetueshme dhe ajo që është akoma dhe më e rëndësishme është fakti që ka nevojë për trajtim të shëndetit mendor. Pikërisht, se në ju o Hallexhin e dini shumë mirë që shteti ka bërë një marifet shumë të lezetshëm në interes të vet. Dhe njerëz me probleme të shëndetit mendor duhet të shkojnë vetë të vizitohen. Imagjino, Franci, sëmundje të tipit psikoz apo skleroz, i sëmurit tani që nuk është as i vetëdijshëm që është i sëmur, duhet të shkojë vetë të vizitohet. Ky është edhe rasti i familjes Riska në Vithkuq, të cilët janë në rrezik jo vetëm për njëri tjetrin, pra për veten e tyre, po janë në rrezik për gjithë lagjen. Zonja Lefterie, ku banoni ju? Ja, ku e kam shtëpinë tu prapë. Shtëpia ngjitur me shtëpinë e familjarëve tjerë. Po, u lutem shumë, ju lutem. Bëjni dermanë se unë jam 75 vjetë grua edhe po ruaj zjarin të natën. Nuk, se ajo bën zjarin, o gjako është i paber, i prishur, merë zjarë, ku të vete, të digjem përse gjalli. E ke një shtëpi ngjitur apo? Ngjitur, bëjni dermanë, aman dermanë. Familja këtu e ndese edhe zjarrin brenda? Po, brenda, ditë natë. Ka marrë ndonjëherë flak shtëpia? Po, mori dhe unë do të qati tërë me komunë me tërë me zjesojtën. Me zjesojtën. Pra nuk është e amendsoni? Jore, aman bëjni dermanë, ku doj të vesh bëj dermanë për te.
Ndjen që jenë rrezik, ë? Në rrezik se s'ka këtu ja, sa eri kam të Raçkës. A më Raçkës u përmlova. Ajo shtëpi është bërë që me 27-ën. Ajo mund të jetë gati 100 vjeçare. Po shtëpia është anuar, gati Po po vjen. pikërisht, edhe kjo është problem. Neve jemi të shqetësuar në fakt, se këta janë edhe njerëz që nuk janë aq Janë të pamundur. po, Ka ardhur kush? po autoritetet kanë ardhur sa për shkak faqe. Juve s'ju ka ngelur gjë veç të bërtisni në për këto kodra, në për këto male, gjë tjetër? Po mund të shkojë deri aty në kodra, kështu dhe kthehet prapë në neve. Ne flasim për plaset, kthehet në vesh tonë. E kuptoj. Nuk shkon poshtë, e kupton? Është ndaluar poshtë, kështu ka prit. Bo, çfarë çmerje, Franci, imagjino tani ti teket në mes të natës, ti vën flakën gjithë lagjes Franci, Vasili me lefterinë. Ne këtë emision prandaj po e bëjmë Jona, që në radhë të parë ti kërkojmë pushtetit që ti ndihmoj edhe ti japi një shtëpi të re ose fundja ti rregulloj atë që kanë, që momentalisht është e pabanueshme. Dhe së dyti ti trajtoj nga ana mjekësore. Franci, gjithsesi ajo pjesa e të ndërtojnë atë që kanë, mua më duket shumë e mundimshme. Më mirë të ngelen tek ajo varianti i parës, ë? Tani, unë dua të shpreh personalisht edhe një herë vlerësimin tim, po jo vetëm për kryetarin e fshatit, po edhe për njësinë administrative të Vitkuqit, të cilët shqetësimin e kishin shumë të madh. Tani mua shumë mirë për këtë që dëgjoj, se është një gjë shumë e mirë, Franci, po pyetja është shumë e thjeshtë. Atëherë, kur e kanë këtë shqetësimi kaq të madh, pse nuk veprojnë? Po, ke bërë një pyetje shumë të mirë, Jona. Po, ideja është këtu që me ndarjen e vjetër administrative, Vitkuqi ishte komunë më vete, edhe kishte strukturat e veta, kishte përgjegjësi, të cilat i mbante, po kishte edhe fonde. Ndërsa tani, të gjithë hallet xhin duhet të zbresin nga mali në kufi me kolonjën, të shkojnë e të lypin ndim në Korçë. Gjithsesi, unë dua që të tregojmë të gjitha hapat që ne kemi ndjekur dhe në këto çaste do të ndjekim pak intervistën me njësinë administrative Vitkuq. Ndodhemi këtu pranë qendrës administrative Vitkuq me zotin Sotiraq, i cili sigurisht do të na shoqëroj në këtë rrugtimin ton. Zoti Sotiraq, unë them të shkojmë, do të takojmë ndonjëherë për më të lartë të qendrës administrative, i cili është Ilia Prifti. Ilia Prifti, në zgaboj. Shkojmë? I bëjmë zotërisë pyetje. Atentuar disa herë, po problemi tek ata ka qenë se s'ka dokumentacion shtëpia. Zotëri, kemi të bëjmë me dy persona të cilët janë të paaftë mendërisht për të vepruar. Po, pra po. Nuk mund të jenë palë ata. Që të ndihmohen, duhen letra. Po ata nuk mund të jenë palë. Po pra, megjithatë unë prapë kam insistuar dhe jam interesuar për të gjetur materiale për të ndihmuar për të bërë shtëpinë. Ku zotëri e interesuar? Në bashki me njohjet e mia personale, sa ka mundur dhe akoma do vazhdoj derisa ta realizojmë. Unë nuk e diskutoj, ti e përpjekur shumë, por unë shoh vetëm rezultat. Rezultat s'ka, s'ka sepse kjo, ku kam shkuar që kam kërkuar projekte dhe ashtu kam kërkuar letra, dokument, certifikat, shtëpie. Madje kam vajtur dhe vetë që t'ja paguaj legalizimin për të bërë certifikat. Bashkia çfarë thot? Ke bërë korrespondencë, besoj shkresash. Kam folur dhe me bashkinë, kam folur vjet kur erdhën, ka qenë edhe kryeplaku prezent. Do interesoheshin për të gjetur materiale dhe punën do e bënim neve bashkë vullnetarisht me shtëpinë. Kur je interesuar? Kur ta kanë dhënë këtë përgjigje? Para dimrit. Tani ka lovi dimrit, do interesojmë prapë që ta çojmë ta bëjmë. Nuk është se ka munguar dëshira. Absolutisht, këtë unë nuk e thash në asnjë sekondë. Unë nëse ti ke erdhur nga ke erdhur dhe si ke erdhur për ata, unë kam qenë këtu në Korrent 24 orë me ata biles, nuk dua ti përmend ato çfarë ndihma ju kanë bërë fare. Se i kanë bërë me dëshirë. Zotëri, unë për një gjë jam i sigurt, që ty të dhëm më shumë se sa unë. Këtë unë nuk e vën diskutim. Me sa shoh, dy autoritete që kanë përballë, të cilat më thonë kemi bërë përpjekje, por s'na është dhënë ndihmë. Ja pra kjo e përpjekja. Kaq. Jo, kjo është thjesht një përpjekje, rezultat nuk ka. Tashti. Unë mendoj. A vemi të tre i bjem derës bashkisë, mbase mund ta gjejmë një zgjidhje të tre tani bashkë. Shumë bukur. Shkojmë. Ti mendon se unë nuk dua, se nuk kam shkuar apo? Nuk e kam thënë asnjë sekondë. Po, jo në bashki, po na çon në Tiranë po duash. Të tre drejt bashkisë së Korçës. Shkojmë. Kjo gjë, Franci, është shumë e trishtuar. Tani, vullneti i njësisë administrative dhe kryetarit të fshatit është i jashtëzakonshëm. Ku ka ngecur puna? Këtë nuk e kuptoj. Puna ka ngecur pak në bashki. Po edhe bashkia nuk ka faj. E mirë.
do më trishtonte shumë në fakt në qoftë se do kishte faj bashkia. Jo, nuk ka faj, nuk ka absolutisht. Se, ja, për shumë, kryeministri Edi Rama ka bërë i Albanian edhe diellën që persona si Nën Lefteria edhe si Vasili të mos mundohen nga Vithkuqi të zbresin edhe të kërkojnë ndihmë në Korçë, po të aplikojnë nga i Albania. Tani, seriozisht e ke? Tallesh ti? Po ta janë të sëmur me Franci, si mund të aplikojnë ata? Se di unë, atë pyetje bëja bashkisë Korçë, se bashkia Korçë na thaj që Nën Lefteria edhe Vasili duhet që të aplikojnë në i Albania, ndërkohë që ata nuk janë të zotët as për veten e tyre. Seriozisht e ke ti tani? Po nuk e kam. Tani, po e pati seriozisht bashkia, seriozisht e kam edhe unë. Të tre drejt bashkisë të Korçës. Shkojmë. Ndodhemi përpara godinës së bashkisë së Korçës. Jam i shoqëruar sigurisht nga zoti Sotiraj dhe zoti Ilia. Kjo është sekretaria e kryetarit bashkisë. Unë këtu jam me dy zotërinj. Zoti Ilia, kryetari i qendrës administrative, Vithkuq dhe kryeplaku zoti Sotiraj. Na ka ngel vetë se të vim tek bashkia e Korçës për të kërkuar një takim me kryetarin. Në këtë momentin kryetari është i zënë, nëse mund të prisni pak, shumë të them sapo do të bëjmë. Atëherë të lutem zonjë, vëre në djeni, ne jemi duke pritur këtu te korridori. Faleminderit shumë. Unë dua të di çfarë mund të bëjmë për ata familjar, për familjen Riska, para se të ndodhi ndonjë tragjedi, se mbas unë e di që nuk mund të bëj asgjë askush. Në fakt ne kemi shkuar e kemi verifikuar edhe vetë. Në ana e bashkisë është një projekt që duhet të aplikojë vetë qytetari. E pamundur, nuk mund të kemi palë, jo, është detaj shumë i rëndësishëm. Për projektin përmirësimi kushteve të banesave ekzistuese. Ky është projekt që mund ta futim nga bashkia. Tani, ajo që duhet është dokumenti i pronësisë. Për dokumentin e pronësisë nuk mund të ndryjë bashkia për një pronë private. Duhet të aplikojë qytetari. Dhe ne do flasim për ta ndihmuar, për ta zgjidhur sa më shpejt të marrë dokumentin e pronësisë. Pa patur dokumentin e pronësisë nuk aplikon dot në përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese. Bëhet fjalë për jetën atyre e njerëzve. Tani, Bashkia e Korçës ka shumë shatra dhe shumë banorë që janë në nevojë. Ajo që ne bëjmë është që ju bëjmë pjesërisht ndërtimet. Por duhet të keni dokumentat. Pa dokumentat unë nuk aplikoj dot. Edhe nuk marr dot përsipër që unë më jep ti një orientim si mund të. Jo, unë t'jap orientim, unë po të dëgjoj ty me vëmendje. Unë vetëm një pyetje kam. Për mua ka rëndësi vetëm jeta atyre banorëve. Se si është procedura, pastaj kjo ju përket juve. Unë nuk hyj dot në kredencialet e tij. Pas jam as psikolog as. Po pra atëre, është qytetari i bashkisë Korçës ai, nuk është familjari im. Qytetari i bashkisë të Korçës dhe bashkia ka disa ligje dhe disa kushte për të bërë këtë gjë. Unë jam drejtori i një drejtorie dhe nuk marr përsipër është javëtëmënderisht për të punë ka instanca të tjera. Jo, unë po them thjesht po të vëndije që nuk e për ta kryer këtë proces. Po të them, për të bërë procedurën unë në bashki, më duhet dokumenti i pronësisë. Tani ti nuk mund të vish të më thuash mua, edhe një të lutem, se nuk të le të mbarosh fjalinë. Për mua ka lidhje. Të lutem, ti nuk mund të vish të më thuash mua që ky personi nuk është i javëtëmënderisht, pa pasur një dokument ligjor dhe të vi unë tani të. Po nuk po të gënjej. Nuk po të gënjej. Tani, gënjen apo nuk më gënjen, kjo nuk është, edhe kësaj do të hym tani. Po patjetër më hyn. Masi zyrtarisht me shkrim, të lutem, që nuk është i javëtëmënderisht dhe pastaj të marrim masa ne si. Çfarë do të thënë javë që s'është javë? Ti e di çfarë. Pasi unë shkresun ty. Po ti e di çfarë do të thotë. Po ti se kjo nuk ka sens. Tani ti. Nuk ketë më bëj me jetë njerëzish kurse ti më thua më procedura. Profsh. Shkojmë prapë në bashki. O Niko Peleshi. Në, është Sotiraq Filo tani. Okej, o zoti Sotiraq. Po si të shkruaj në i Albania dy njerëz që nuk janë të aftë as të rregullojnë një shtrat? Janë ngritur në këmbë të gjithë, kryetari i fshatit, ata të njësisë administrative Vithkuq, vetëm bashkia e Korçës na tregon i Albanian. Franci, po mos e kanë pasur kështu si moment emocional ata edhe më vonë mund të jenë penduar, ë? Po vajtëm në prap. Ashtu? E shikoja. Si janë mi? Përshëndetje edhe një herë. Të ngjitem edhe një herë te sekretarja e
Tash sekretarja kemi protokoll. Unë jam përfaqësues i një institucioni. Unë nuk jam një njeri do kudo rrugëve. Nuk është puna në rrugë. Unë jam përfaqësues i medias, zotëri. Po pra, qytetari i thjesht, qytetari i Korçës ka për detyrë ta bëjë atë punë. Takoni drejtorin, ka drejtori thonë. Atëre, po përpiqem edhe një herë. Unë nuk jam një qytetar i thjesht dhe po bëj një kërkesë pranë zyrave të bashkisë. Jam përfaqësues i një institucioni. Do më dëgjosh lutem. Atëherë, nëse ti po më pengon të kryej detyrën, po jo më zotëri. Po më ndalove ti më djalë. Mua duhet të marrin çupat informacion, telefon futet zotëri. Të lutem, nëse ti nuk më lë, atëherë unë po të them, të lutem, lajmëro pak tek zyra e kryetarit të bashkisë. Po të lajmërojnë çupat mua duhet të lajmërojnë, nuk kupton. Si funksionon? Kështu funksionon. Unë e kam për detyrë. Ti s'ke ndërmend me më lën? Po ti, po. S'do më lësh? Po. Përshëndetje. Pak më parë kemi qenë tek zyrat e kryetarit bashkisë, takuam sekretaren. Dhe sekretari akoma s'na ktheu përgjigje, por ritentuam edhe një herë për të vajtur tek zyrat dhe më thanë që duhet komunikoj me ju, me informacioni, të cilët më pas do t'i bëni me dije zyrës së kryetarit që kemi ardhur prapë dhe kërkojmë përgjigje, prandaj të lutem. Kontaktoj, i thuaj po presim prapë Bledi, gazetari, dhe të na thonë çfarë do bëjmë. Nëse zgjidhet problemi që unë ja thash zonjës pak më parë, zonja e di shumë mirë. Nuk përgjigjet njëri? Mos ndoshta ka mbaruar orari zyrtar apo? Në orën 2. Ora është 13:25 minuta. I shkujtë mesazh? Po i shkujtë mesazh. Okej. Çuna. Është ditë e premte. Data 17. Është po shkon ora për pak fare shkon 14. Edhe është orari zyrtar ku bashkia mbyllet. Ne s'morëm përgjigje? Si bje? Se unë s'po arrit ta kuptoj. S'ke qa thua? Si thonë kësaj? Okej. Ora 14, na thanë edhe që duhet largohemi sepse po mbyllet dhe godina e bashkisë, pra kemi arritur në limitet e orarit zyrtar, ku ne duhet largohemi. Është e tmerrshme, është dramatike, gjithë kjo situatë jo vetëm që ka ndodhur asaj familjes, por edhe çfarë ndodhi me ne sot. Pra, nuk besoj se është e nevojshme të themi gjë tjetër kur gjithçka u pa në kamera se çfarë ndodh me ata qytetarë dhe se si trajtohen në Bashkinë e Korçës. Fol një fjalë bu. Unë kam një vit që po merrem me këtë punë. Për atë që po ndodh me ata njerëz dhe performance si na kanë trajtuar se në fund fundit neve dyve s'kan çat na bëjnë. Ma neve na vjen keqen, e kemi me nga shpirti, nuk e kemi se ata i shikon Zoti. Që të ndihmosh një fukarat shikon Zoti. S'te ndihmoj, s'do të ndihmoj, le ma ndihmoj. Që neve unë aq kam në dorë, aq bëj. Pra ti thua që njeriu nuk mund të bëj asnjë gjë, t'ja lëm Zotit. Po Zotit po çerkoj. Zoti ti shikoja, çfarë ti bën. I bëjmë thirrje kryetarit të bashkisë që t'i rregullojë shtëpinë familjes e Riska përpara se t'i zërë brenda. Gjithashtu i bëjmë të qartë që ata nuk janë në gjendje që të ndezin as dritën dhe jo më të përdorin celularin edhe i Albanian. Kaq për sot, do shihemi nesër. Natën e mirë. Natën.